Këtë të martë u zhvillua në Bruksel konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, e cila hap zyrtarisht rrugën për kalimin e vendit tonë në fazën përmbyllëse të negociatave për antarësimin në BE. Në përfundim të këtij takimi, kryeministri Edi Rama doli në një konferencë për mediat, krah komisioneres për zgjerimin Marta Kos dhe zëvendës ministres për çështjet europiane e Kipros Marinela Rauna. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se rrugtimi evropian i Shqipërisë është një proces i pakthyeshëm. Kemi arritur një tjetër gur të jashtëzakonshëm kilometrik. Kemi thyer një tjetër rekord. Ne i çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve. E dim që nuk është fundi, është vetëm fillimi i fundit. Dhe e dim që duhet të bëjmë shumë më tepër punë, por ndoshta është po kështu edhe momenti për t'ju thënë të gjithë shqiptarëve në atë të cilët kanë ndjekur Ibarin me kaq pasion dhe siç ju thash më parë në sallë, fjala Ibar u bë edhe më trendi se sa fjala kubotrore. Bashkëpunimi ynë në ligjzbatim me partnerët evropianë është më i thellë. Administrata jonë është gjithmonë më tepër e angazhuar, e investuar dhe e aftë, siç e tregon edhe puna që bëjmë ngushtësisht me Komisionin, dhe rrugtimi ynë evropian është i pakthyeshëm. Dhe e gjithë ky është sfondi ose më mirë themeli për pjesën tjetër, për paga më të mira, për vende më të mira pune, për investime më të mëdha e kështu me radhë. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos u ndalte arritjet në drejtësi të Shqipërisë, teksa veçoi krijimin e SPAK, të cilin e cilësoi si institucionin flamurtar të antikorrupsionit. Mëtej Kos tha se miratimi i piketave mbyllëse nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian i mundëson Shqipërisë të ecë përpara në rrugën drejt integrimit. Jemi këtu për shënjuar një hap të madh të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit. Pas malit të zi në 2024, Shqipëria është një e dyta nga vendet tona kandidate që ka plotësuar piketat e ndërmjetme të shtetit të së drejtës caktuar në vitin 2024 tetor. Dhe kjo është një arritje për t'u kremtuar, është vlerësim i një pune të madhe prej më shumë se një dekade. Hapa vendimtare janë hedhur për t'u siguruar që të gjithë shqiptarët të kenë të drejtë për një proces të rregullt ligjor. Kemi parë vetingun e qindra gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ngritjen e institucioneve të reve të qeverisjes së gjyqësorit që kanë ulur ndikimin politikës në gjyqësor. Kemi parë ngritjen e SPAK-ut, strukturës posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, që është institucioni flamurtar antikorrupsion në Shqipëri që ka vërtetuar që mund të jap rezultate dhe të bëhet institucioni më i besuar në Shqipëri. Duke arritur këtë gur kilometrik kyç, sot ne po vendosim me vetbesim edhe termat e rrugtimit përfundimtar drejt antarësimit në BE. Piketat mbyllëse për të cilat ka rënë dakord BE-ja sot janë një sinjal i qartë për çuar Shqipërisë se pritet progres i mëtejshëm. Nga ana tjetër, zëvendës ministre për çështjet europiane e Kipros Marinela Rauna u shpreh se plotësimi i grup kapitullit të themeloreve është një arritje e rëndësishme dhe një gur kilometrik që i mundson Shqipërisë të ecë përpara drejt integrimit në BE. Zëvendës ministre kipriote tha se konferenca shënon fillimin e një faze të re sfiduese për Shqipërinë.